Në një kohë që diplomacia ndërkombëtare po kërkon ende provat e përdorimit të armëve kimike në Siri, vendi vazhdon të numërojë viktimat e luftës civile. Në më shumë se 2 vjet luftë civile numërohen më shumë se 110.000 viktima. عندك ما في انت محاصر في هالنقطة وبدك تدبر كل الحالات اللي بتجيك، في حالات مثلا اصابات عصبية يعني كبيرة ما تقدر تدبرها، قد ما اشتغلت فيهم ما راح يسوي له شيء، فتم فترة 5 دقايق يعني عم يلفظ انفاسه حتى. Që nga viti 2011, lufta në Siri ka lënë pas qindra mijëra viktima, miliona njerëz të zhvendosur dhe qytete të dëmtuara me rënd. Vetëm OKB-ja ka vlerësuar që mbi 306.000 civil janë vrarë gjatë 10 viteve të parë të konfliktit, ndërsa dëmet fizike në vend llogariten që janë mbi $100 miliard. Po Siria nuk është veç lufta. Është një vend me mijëra vjet histori. Është shami i sahabëve, i dietarëve, i Emevitëve dhe i Salahudinit. Është vendi ku qytetrimet ndryshme kanë lënë gjurmë për mijëra vjet. Prandaj në këtë udhtim nuk kena ardhur veç me pas çka u shkatërru. Kena ardhur me pas se çka ka mbet, çka po ringrihet dhe si duket Damasku sot. Për 3 ditët e ardhshme do të jemi në Damask duke kërkuar historinë e këtij vendi, tregjet, ushqimin, njerëzit dhe disa prehistorive që rrallë tregohen jashtë Sirisë. Mirë se vini në Damask. Udhëtimin e kena nisë prej Prishtinës, prej nga Meker kena udhëtu deri në Bukuresht të Rumanisë, e prej ato kena fluturu direkt për në Damask. E njëjta linjë ofron fluturime edhe drejt Alepos. Edhe fluturimi në Alepo edhe në Damask ka nisë çdo diele dhe çdo të mërkure. Këtë herë e kena zgjedhur Bukureshtin për shkak të çmimit më të mirë dhe orarit që na përshtatej më shumë. Tash veç kena mri në aeroportin e Bukureshtit, deri këtu pas një problem, sepse dihet që Rumania nuk na njeh si shtet, mirë po e lejon edhe marrë me kerre me tabelat Kosovës edhe me udhëtu me dokumentet të Kosovës prej Rumanisë. Tash të jena të prit për me hyp në aeroplan, pastaj vizën për Siri e morrëm kur të mrrina, do me thonë viza on arrival. Kena mri në aeroportin e Damaskut, tash procedura është kujna i morrëm vizat, visa on arrival, edhe këtë mirën vizat. Te Commercial Bank of Syria. Vizat i morrëm, 3 viza, €140. Tash, passport control. Tash për momentin është ora 4:45, jena të shku të xhamia e Emevite me fol namazin e sabahit, edhe me po rrethinën ato, normalisht kryesore në xhamin edhe minaren e bardhë, që pretendohet për një pjesë të dietarëve që ajo është minari e bardhë. Prej këto, po futemi kadaldalen në zemrën e Damaskut të vjetër, përmes rrugicave që për shekuj kanë lidh lagjet, tregjet dhe qendrat kryesore të qytetit. Është herët mëngjes dhe shumica e dyqaneve janë të mbyllura, rrugët janë thujse të zbrasta. Po kjo na jep mundësi me pa Damaskun pak më ndryshe para se qyteti me u mush me njerëz e me zhurmë. Nëpër këto rrugica kanë kalu gjenerata të panumërta.
tregtar, dietar, udhëtar e banorët e një qyteti që ka qenë i banuar vazhdimisht për mijëra vjet. Sa më shumë që i afrohem qendrës së vjetër, aq më shumë e nin historinë e qytetit në vetë arkitekturën edhe rrugët e ngushta. Edhe në fund kësaj ecje, po na pret një prej monumenteve më të rëndësishme të historisë islame, Xhamia e Mevite, një prej simboleve kryesore të Damaskut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Tash kena arrit në një prej vendeve më të rëndësishme jo vetëm të Damaskut, por të krejt historisë islame, Xhamia e Mevite. Xhamia gjendet në zemër të Damaskut të vjetër, në një lokacion që ka qenë vend adhurimi shumë kohë para islamit. Gjatë periudhave të ndryshme, këtu ka pasur tempuj dhe më vonë një kishë të madhe bizantine. Pas hyrjes së muslimanëve në Damask në shekullin e 7, vendi vazhdoi për një periudhë me u përdor edhe nga komuniteti i krishterë, derisa në fillim të shekullit e 8, halifi Emevit El-Walid ibn Abdul Malik urdhëroi ndërtimin e xhamisë së madhe që e shohim sot. Ky varr këtu, që gjendet brenda xhamisë Emevite, i atribuohet Jahjes a.s., i cili ka qenë profet. Mirë po, nuk ka transmetim dhe dëshmi se me të vërtet ky është varri i tij. Edhe nëse shqetëson për literaturë islame, i bie që ky më shumë është thashë them se sa që është e vërtet. Por ajo që vlen të theksohet është se në kohën e regjimit ky varr është adhuruar, që është në kundërshtim me parimet e pastra islame. Pas lirimit të Sirisë dhe Damaskut dhe hyrjes së ushtrisë liruese në Xhaminë e Mevite, të gjitha adhurimet e tilla janë larguar dhe ky ka mbetur vetëm si një monument historik i cili vizitohet nga vizitorë të ndryshëm. Ndërtimi filloi rreth vitit 705 dhe përfundoi afërsisht në vitin 715. Për kohën e vet, kjo ishte një prej ndërtimeve më madhështore në botën islame. Në ndërtim u përdorën mjeshtër dhe materiale prej veneve të ndryshme, ndërsa mozaikët e xhamisë konsiderohen ndër shembujt më të hershëm dhe më të rëndësishëm të artit islam. Xhamia është ndërtuar pikërisht në kohën kur Damasku ishte kryeqyteti i hilafetit Emevit. Prej këtij qyteti drejtohej një perandori që shtrihej prej Gadishullit Iberik në perëndim deri thellë në Azinë qendrore në lindje. Pra ky nuk ka qenë vetëm një vend faljeje, mirë po ka qenë në zemër të njërës prej periudhave më të fuqishme të historisë islame. Ky vend gjithashtu ka marrë një rëndësi të re në historinë moderne të Sirisë. Pikërisht këtu, në Xhaminë e Mevite me 8 dhjetor 2024, presidenti i Sirisë, Ahmed El-Shara, e mbajti fjalimin e tij të fitores pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit dhe hyrjes së forcave çliruese në Damask. Në atë fjalim, ai përshkroi atë që kishte ndodhur si një fitore historike për Sirinë dhe për rajonin. الحمد لله رأينا بأم أعيننا كيف أن عذابات 13 عاما تتعافى من خلال هذا النصر العظيم. Pra, kjo xhami nuk është vetë dëshmitare më shumë se 1000 viteve të historisë islame, por edhe një prej momenteve që ndryshoi historinë moderne të Sirisë. Këtu jena jashtë xhamisë e Mevite, kjo këtë që peshini përballë është minarja e bardhë. Sipas një transmetimit të disa dietarëve, kjo është pikërisht minarja ku Isa a.s. ka me zbrit kur Imam Mehdiu është të i pri mrena në xhami xhamatit. Isa a.s. zbret prej qiellit te minarja e bardhë dhe vjen
hinë mrena të xhamati, domethënë është namazi i sabahit sipas transmetimeve. Kur Imam Mehdiu e sheh Isa a.s. atëre dërmja që rrugën për me dal imam, mirë po Isa a.s. nuk pranon edhe vendoset si xhamat i Imam Mehdiut edhe falet maslina. Kështu që kjo xhami për ka rëndësia është mujna me thonë lirisht sipas për ata që besojnë këtë transmetimin që kjo është minarja e bardhë, mujna me thonë lirisht është xhamia e katërt me peshën më të madhe në Islam, mas Qabës, xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, xhamisë Al-Aqsa që është në Palestinë, edhe tani xhamia me vite. Masi e vizitum xhamin e me vite, po vazhdojna me eksploru pjesë tjera të Damaskut. Tash po shkojna mi po disa prej vendeve tjera që e bojnë Damaskun kaq të veçantë. Kisha këtu, tjetra edhe më njëherë ka metal xhamia. Pra edhe pse me shumicë muslimane, edhe pse ka pos luftë, edhe luftën e kanë fitu muslimanët gjatë konfliktit, gjatë luftës që u konë në Siri me ish pushtetin, tash apet krejt praktikues të feve tjera, ose me thonë më mirë fe tjera, mund më praktiku lirshëm në Damask pas një problem, sepse ju ofrohet siguri prej vetë aty në që vëtheqin shtetin e që jenë musliman. Kjo këtu është ajo që njihet si Bab Tuma, ose dera e Tomasit. Në gjuhën arabe Bab do me thonë dera. Tuma në këtë rast është Tomasi. Kjo, do me thonë si port, hyrëse në qytet mrena, ekziston prej paraordhjes së muslimanëve në Damask. Pse ka marrë emrin Bab Tuma, dera e Tomasit, është se thuhet që simas transmetimeve, do me thonë nga feja e krishterë, Tomasi ka qenë një prej pasuzve të Jezu Krishtit sipas tyre, të Isës a.s. Edhe ju e dini që toka e Shamit, ku është edhe, do me thonë, Damasku, pjesë e saj, Siria, pjesë e saj, është tokë ku kanë kalu shumë profet, shumë dërgum. Damasku i vjetër ka qenë i rrethum me një mur të fuqishëm mbrojtës dhe kishte 7 porta kryesore për hyrje në qytet. Disa prej tyre ekzistojnë ende sot. Muri mbrojtës i Damaskut është ndërtu prej ramakëve dhe përgjatë historisë disa herë është rindërtu dhe më vonë është mirë mbajt nga muslimanët. Për me bleni eSIM ose një kartel me internet, duhet me shku në përshitore të veçanta që janë për këtë punë për momentin në Damask dhe në përgjithësi në Siri, sepse platformat e ndryshme ndërkombëtare ende nuk ofrojnë eSIMs për Damask dhe për Siri. Kështu që na vendosëm me hyp me një taksi, i cili jo veç që na dërgoj deri tek veni, mirë po erdhi me neve deri në momentin e përfundimit të plotësimit të dokumenteve. Gjatë rrugës, ai na tregoi se për 4 vite kishte punu në Dubai dhe në momentin e çlirimit të Siris ishte kthyer në vendlinjen e tij. Mënyra vetme për momentin për me ble eSIM me pas internet ose eSIM ose kartet fizike në Siri është përmes providerave, përmes shqitorëve që ata i kanë një për ty në është kjo këto që përshën një service center. Kudo që shkruan service center, këta shesin edhe kartela, shesin edhe eSIM, po shesin do me thonë edhe nëse dënë kartel fizike. Çmimi ka dikon $13, 10 giga edhe me numër telefoni, që ka fat prej 2 muj. Çka lypet për me marrë numrin është normalisht pasaporta, është pak procedurë me e gotë për shkak të luftës që u kanë, edhe që tash janë të ndrejsh komplet sistemin, mirë po me në qëntarmen ka me pos edhe platforma tjera që kanë me ofru eSIM edhe s'ka me pos nevoj as me prit as kurgjë në për dyshanet e tjera.
Tash në orë të një prej zonave më të frekuentume në Damask, te pazari Hamidije, që arabisht i thojnë Suk el Hamidije, është edhe prej zonave që preferohet më orë në vizitu, do më në kushtë që vizitën Damaskin. Për momentin është tu falë namazit drekës. Ky pazari, do më thonë, është këgja i godë, prej këtu fillën, edhe deri në fund përfundën, do më thonë, tek Xhamia Emevije. Në tonën a nej është kështjela e Damasit, kështjela e vjetër, na kena me hi tash direkt të pazari me dalë të Xhamia Emevije. Një kistan që ja. Hurme. Gangi hurme be I gjylla. Okej. Ky korridor I mbulum shtrihet për rreth 600 metra dhe forma që e shohim sot është ndërtu kryesisht gjatë periudhës osmane në fund të shekullit 18. Interesant është fakti se tregu e ndjek një rrugë shumë atvjetër romake që dikur të ka qu drejt tempullit të Jupiterit. Sot këtu janë qindra dyqane dhe ky vazhdon me qenë një prej vendeve më të gjalla në Damaskun e vjetër. Që tash është një prej vendeve më të famshme në ëndër akullore, që njihet si akulloria e Sirisë. Shumë thojnë është akulloria më e mirë në botë. Që tash e provojnë ako këtë kismet. Sa është sigurt në orë Siri edhe në Damask, sidomos në Damask përshin edhe vetë. A është sigurt? Përshin edhe vetë. Sa shumë njerë, sa shumë turista, çfarë gjallënie. This is very good. And this is good also, but how much? Flour Syrian. Flour Syrian. Zhuri. Okay. Siria dhe Damasku gjithashtu njihen për parfimat e tyne me era shumë të veçanta. Kështu që na unalëm me një dugojt parfimave, me këshyr me gjetë naj parfim që është autokton sirian. Ana Damascus Syria. Mashallah. Pra, një parfim vajor kushtën të $20, ndërsa ai me sprej kushtën të $15. E tash I ardhrani me provu akulloren më të mirë në Siri e nashtë edhe në botë. Kjo është për lokaleve ma të vjetra ku bëhet akullore në Siri. Është akullore speciale që ha në Siri, krejt natyrale. Është, dhe më thonë, e themelume ka fillu punën gjatë posë për andërisë Osmane. Gjyshe I këti pronarit që është tash, aje ka qelë këtë shqitore. Hajde të këshyru ma ka mu ullë dikën. Like this. Now I take there. Thank you. Sorry. Qërë akullore me minë Siri. Kjo është rezultati
Akullorja për një mekë tepër e shishme dhe porcioni kushtoi veç 2 euro. Çdo përbërës në atë akullore është përbërës natyral. Me njerë do me thonë mas xhamis e Emevije është varri i një prej luftarëve më të mëdhenj të historisë islame, çliruesit të Palestinës edhe një pjesë të Shamit, Salahuddin Ejubit. Nëse shkoni te vllogu i Jordanit, e keni ato ku kanë folë për kur na kanë të kështjella e Xhlunit, që ndryshe i thonë kështjella e Salahuddin Ejubit. Po kanë qash luftari madh, sa që normalisht i ka pri ekspeditave të mëdha, edhe në fund i ka ra me u varros në Damask. Tash do me thonë me njëherë është varri ti edhe varri i djalit tina. Veni kusht i varrëst Salahuddin Ejubi kë kanë renovim, restaurim dhe nuk po qëllë ka deri mas 14 ditve. Na mas 14 ditve jena në Prishtinë inshallah. Po kështu që veç o me ditë informacion, kushdo që vjen në Damask, kur djenë të xhamia Emevije, me njëherë do me thonë kap me ta, është varri i Salahuddin Ejubit edhe djalit e tina. هذا والله طبيعي، هذا والله طبيعي. Ebu Abdu është një prej brendeve më të famshme në Siri. Gjithashtu ka marrë vlerësim të lartë edhe prej shumë turistave që e kanë vizituar këtë vend për produktet e tyne, e në veçanti për produktin që e kanë sallot pemëve. E para se me vazhdu me pjesë tjera, erdhëm edhe na me pasi çka përgatitin. Që kjo është një sallot që mëni me hongër të Ebu Abduja. Tash jena rrugës për me shku të varri një prej djetarëve më të mëdhenj që e ka pas Islami, Ibn Taymije, Allah e mëshiroft, i cili është i varrosur pra në Damask, ofër Universitetit të Damaskit. Po mundi me po këtë gjallëni që është në Damask, mas çlirimit, domethënë mas i shofi të lufta, këtë gjallëni vjen mas një vujtje që ky popull ka pas vujtje të mëdha, jo veç gjatë luftës, po edhe gjatë regjimit që kanë pas nga regjimi i kaluar, ku simas informatave prej qytetarëve këto me cilët po folje dhe po bisedoj, ata jo veç luftë që në ka zullumçar, mirë po edhe para se me fillu lufta edhe gjithmonë i kanë persekutu edhe nuk i kanë lënë me u zhvillu qytetarët e këtij vendi, sidomos qytetarët e Damaskut. Nëse kanë dashur me bëna i biznes ose çka do që kanë dashur me bë, janë detyruar me pagu haraç, shumë prej tyre edhe ja kanë fshehtë bizneset, rrogat janë kanë shumë të vogla, ndërsa mas çlirimit të Sirisë edhe të Damaskut normalisht me ardhjen
e qeverisë tre, kanë fillu investimet mëdha, për arsye se përkrahen edhe prej vetë qeverisë tre, pra prej vetë shtetit. Si mas banorëve këto, gjatë regjimit, nuk e mujtë do me thonë me po kerre treja, për shkak gjendjes ekonomike të popullatës, ndërsa udhëheqësia ose regjimi në kon tepër të mosën, gjatë ecës qytet mundesh me vrejt ashiqare, do me thonë kerret e vjetra, një për shembull më të mirë, janë edhe taksit që po mundi me po, sa janë vjetër, sa janë dëmtum, për shkak që nuk i kanë lënë me u zhvillu më shumë. هذا القبر الكبير هو قبر ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وذاك القبر هو قبر ابن كثير صاحب البداية والنهاية في التاريخ وصاحب الكتب الكثيرة، وهو تلميذ ابن تيمية. وهذا قبر الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. Këto në këtë hapësirë shumë të vogël, janë varros 3 dietar të mëdhej të historisë islame. I pari është Sheikhul Islam Ibn Taymija, i cili vdes në vitin 1328, derisa ishte i burgosur në kalan e Damaskut. Ibn Taymija nuk ishte i ditën vetëm në fenë islame, mirëpo dija e tij ishte shumë e madhe edhe në shkenca tjera si matematik, fizikë e tjerë. Pas vdekjes së tij, në gjenaze morën pjesë qindra mijëra njerëz dhe më pas u varrës pikërisht këto. Pranë tij është Ibn Kathiri, i njohur sidomos për tefsirin e Ibn Kathirit dhe librin Al-Bidaya wal Nihaya. Ai kishte mësu dhe përfitu shumë prej Ibn Taymijës dhe vdes në vitin 1373, ndërsa varri i tretë është i Abu Amr ibn al-Saleh, një prej dietarëve më të rëndësishëm në shkencën e hadithit, i njohur sidomos për veprën e tij Muqaddima ibn Saleh. Ai ka vdek në vitin 1245, pra para Ibn Taymijës dhe Ibn Kathirit. 3 dietar në 3 periudha të ndryshme, përse kanë lënë ndikim jashtëzakonisht të madh në dijen islame. Pas vizitës së varrit të Ibn Taymijës, vazhdum për vizitën në një varri tjetër, njënit prej nxënësave më të mirë dhe më të mëdhenj të Ibn Taymijës, i cili quhet Ibn Qayyim al-Jauziyja, dhe gjithashtu është i varrosur në Damask, mirë po jo në vendin e njëjtë ku është Ibn Taymija. Kur arritëm te këto varreza, na shoqëroi një prej kujdestarëve të varrezave, i cili gjatë luftës për shkak të bombardimeve i kishte humbë 2 duart, gjysmën e shikimit dhe gjithashtu ende kishte mbetje të granatimeve në trupin e tij. Sipas disa transmetimeve, 23 deri në 26 sahabi janë të varrosur në Damask, e disa prej tyre pikërisht tek varrezat ku gjendemi për momentin që quhen Bab el-Saghir. Mirë po, për shkak që burimet nuk janë 100% të sigurta se këto varre i takojnë 100% sahabive të nderuam, na nuk shkuam me i vizitu. Ibn Qayyim al-Jauziyja. Këto është i varrosur Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu e mëshiroft, nxënësi i Ibn Taymijës, Allahu i mëshiroft. Një prej dietarëve më të mëdhenj të Islamit, varri këtu, domethënë, varri tina këtu është i dëshmuar që është i varrosur. Domethënë, jo sikur varreza tjera, sidomos sahabive që nuk dihet 100% sipas transmetimeve janë të varrosur këtu. Po Ibn Qayyim është i varrosur. Sa për fakt është i varrosur afër babës vet. E baba vet, kush nuk e din. Çuçi ka marrë emrin Ibn Qayyim, se Ibn Qayyim i bën djali i kujdestarit të Xhauziyës. Pse ka marrë atë emrin? Se baba vet e ka kujdestari medresës Xhauziyja. Edhe kë ka marrë emrin Ibn Qayyim al-Jauziyja, një prej dietarëve më të mëdhenj të Islamit, i njoftën shumë sidomos për çështjet e zemrës, që është nder dhe interesant, marrë me po ku janë varrosta kollës të Islamit. Prej veneve që këmë dosh me i vizitu pa tjetër në Damask është edhe kë.
stacioni i hekurudhës së Hijazit. Kjo hekurudhë ndërtuar në fillim të shekullit 20, gjatë kohës së Sultan Abdulhamidit të dytë, me një qëllim shumë të rëndësishëm, me e lidh Damaskun me Medinën dhe me u lehtësu udhëtimin haxhive drejt vendeve të shejta. Para trenit, kjo rrugë mund të zgjaste me javë të tëra dhe ishte e lodhshme dhe rrezikshme. Me hekurudhën, udhëtimi u shkurtu ndjeshëm dhe Damasku u bë një prej pikave kryesore të nisjes drejt Hijazit. Linja kalonte prej Sirisë, Jordanisë dhe vazhdonte deri në Medinë, ndërsa plani fillestar ishte që një ditë të arrinte edhe deri në Mekë. Por projekti nuk zgjati shumë. Gjatë luftës së parë botërore, pjesë të hekurudhës u sulmuan dhe u dëmtuan shumë rënd dhe linja nuk u rikthye më kurrë siç kishte qenë. Sot, ky stacion në Damask ka mbetë si një kujtim i një projekti që nuk ishte vetëm transport. Ishte një lidhje mes Shamit dhe Hijazit dhe një prej projekteve infrastrukturore më ambicioze të botës islame në atë kohë. Këtu tash jena te Bab Sharki, që quhet porta lindore e Damaskut. Damasku i vjetër, domethënë komplet Damasku, ka një rrethëkum edhe vazhdon me ka një rrethëkum me murin e kështjellës edhe mrena, domethënë ka janë ndërtu shtëpia edhe që kanë jetu përpara, domethënë mrena një kalaje me thonë të fortifikume. Për ndryshe kësa i thojnë edhe porta e diellit, për arsye që dihet dielli vjen prej lindjes edhe për ata ka marrë këtë emën. Një pjesë e dietarëve islam thojnë që kjo është minarja ku ka me zbriti Isa a.s. Pra janë të ndonë në mendime. Pse është edhe e veçantë kjo pjesë, është se prej këtu fillon pjesa e krishtere e Damaskut. Domethënë është zonë më e frekuentume ose zonë më shumë e banume prej banorëve të cilët janë të krishterë, edhe kjo gjithashtu njëherë është edhe dëshmi për jetesën ndërfetare në Damask, e kum përmend edhe më herët, edhe pse shumicë muslimane, edhe pse lufta ka përfundu, luftën e kanë fitu muslimanët, sot krishterët edhe gjitha vetë tjera jetojnë të lirë në Damask. Hello. How are you? I'm fine, you? Where are you from, sir? Kosovo. Oh, welcome Albania. to Damascus. Albania. Yeah. Oh, Albania. You're from Damask? Beautiful people over there. Hello. Yes, we're from Damascus. Come in, take a look. You know. Nice. So this is your shop? Yes, it's my cousin's shop. Ah, Yes. okay. So you came here from USA after the war? Oh, or exactly, exactly. We did very good here. We used to be like, you know, especially this area. You know, you know what they call the street? The straight street. The straight streets? Straight street. Yeah, This is very famous. You know, the old Damascus. No. And we used to be like have many people like tourists from all over the world. Yeah. Now slowing down, so we need you people to come. Yeah, I understand. So- In 99, thank you, we had the war in Kosovo also. Oh, exactly, yeah. I Yes, heard. and we know, You know the situation. you know what you can experience in war and stuff. I know. So, yeah. No, but now wish us luck. Okay, this one is $75. Okay. And he could do for you. Take it out and he make it roll. They roll it, so Okay. this way you could take it easy with you. So this region is Yes, sir. mostly lived by Catholics, right? No, Christians not or mixed? exactly, not exactly. Okay. It's like mix. Okay. You know, Christian, Muslim, used to be Jewish over here. too. Yeah, I heard. Not anymore. It's only I know one guy. He's a Jewish. He's still here. Yeah. He's Iranian, Are you Muslim or Christian? Christian. He's Muslim. He's my cousin. Cousin, yeah. Yes. قال له نحن اهل.
tash jena te hymja e një pazari tjetër që thirret Suk El Buzurie, që tani lidhet me atë Suk El Hamidije që kem herën e kalume, edhe shkojna të xhamia, dalim të xhamia e me vite. Po mundi me po, domethënë është konstrukti i njëjtë, si te Suk El Hamidije. Përpos se këto kerre pas ka ma shumë, në Suk El Hamidije kerre nuk patish, e pikrisht të është, do me thonë, mundi me po dhe më vloga tjerë që të pjesë, ku shiten hurme, ulle, edhe sene tjera. Frutat thata. أهلا بك. اهلا وسهلا. قالوا لي عندك طالعني عندك. قالوا لي عندك. تاخذني معك طيارة. Yeah, airplane. Welcome to Syria. Thank you, brother. Shumë e mirë të ka. How much is this? 20. Syrian pounds. 20. New Syrian or old? Welcome to Syria. أهلا بكم. Jazakallahu khairan. Thank you. Çfarë ceroda bëshitore pas kanë këta? Për te poshtë. Kjo është... Where are you from? Kosovo, Albania. You are welcome. Thank you. Këta janë policia e turizmit. Do me thonë, për me rritë sigurin hala ma shumë, shteti ka angazhu polic që nëse ki nevoj diçka me të nimu, këta të nimojnë. Edhe nuk ki nevoj të mi shku hiq, a përshë kjo vetë në erdh neve, nëse kini diçka nevoj me nimu, atëra hajde thuna. Shukran. You are welcome. Thank you. Qëtë ku jena tash është mahalla e shqiptarëve në Siri. Drejt tash jena të shku të xhamia që i thojnë xhamia Arnautëve. Që është e ka dhe amnen, që i bjenë është xhamia e shqiptarëve. Sepse shqiptarë njën së Arnaut. Thuhet që jetojnë ma shumë se 20.000 shqiptarë në Damask. Kjo është xhamia e shqiptarëve. Selamun alaikum. Sida. Selamun alaikum. Selamun alaikum. Normalisht është e njoftën, ose ma mirë thonë është e njoftën ushqimi sirian, që është prej ushqimeve më të mira, në çfarë do niveli, po gjithashtu është shumë e njoftën edhe për shawarmat që i bojnë. Në botë krejt research që e kom bojnë në për vloga tjerë, edhe në për media sociale, ato veni që preferojnë më shumë të përmarrë me hongër shawarma, është veni ku kena orë që thirret El Burj restaurant. هاي سيد ماشي زودناهم
Normalisht që nuk mujna me kry këtë udhtim, pa shku me vizitu malin Kasiun ose Gjebel Kasiun që quhet në gjuhën arabe, e që është një prej pikave që vizitohet mas shumëti në Damask. Vetëm rreth 20 minuta larg qendrës së Damaskut, pamja ndryshon krejtësisht. Prej rrugëve të mbushura me jetë, prej tregjeve dhe historisë mira vjeçare, pa pritmas gjendesh përballë një realiteti tjetër. Ndërtesa të shkatërrume, shtëpi të braktisura dhe lagje që ende i mbajnë plagët e luftës. Këtë e kupton se lufta nuk është vetëm numër viktimash apo shifra dëmësh. Pas çdo muri të rënuar ka pas një familje, një shtëpi, një jetë normale që është ndërprej. Dhe ndoshta pikërisht ky është kontrasti më i fortë i Sirisë së sotme. Vetëm pak kilometra larg një qyteti që vazhdon me jetu, ende qëndrojnë gjurmët e asaj që ky popull ka kalu. E kur kalon në qendër të Damaskut te sheshje me vetve, ku qëndron monumenti i njohur Shpata e Damaskut, e të kujtohen videot e ditës së çlirimit, atëherë kupton se çdo fest e popullit sirian ka kuptim. Për dekada, kjo ka qenë një prej simboleve të qytetit, por pas 8 dhjetorit 2024, për shumë sirian, ky monument ka marrë një kuptim krejt tjetër. Këtu janë mbledh mira njerëz për me festu fundin e një epoke që kishte sjell aq shumë dhimbje, burgosje, humbje dhe shkatërrim. E ndoshta nuk ka vend më të mirë me përfundu këtë pjesë të udhëtimit, sepse pas krejt asaj që kena pa, historisë, luftës, shkatërimeve dhe njerëzve, Siria sot duket si një vend që po mundohet me u ngrit përsëri. Jo duke e harruar që ka ndodhur, po duke ecë përpara me shpresën se ajo histori nuk do të përsëritet më. Kaqsoj për këtë udhëtimit tonë në Damask. Shpresojmë që keni pas ka me pa e keni mësu shumë. Na ndihmoni shumë nëse e bëni subscribe kanalin, e bëni like videon edhe shpërndani me të tjerë. Shihemi në aventurat e radhës.